Në bazë të vlerësimit të institutit, sugjerimi i tyre është masa që në fuqi të mbahen, ndërkaq të vazhdohet me zbatim rigoros të masave që kemi ndërmarrë deri më tani. Dhe në funksion të kësaj, nesër në 8:30 mëngjes do të kemi një takim me gjitha inspektoratet dhe me policinë e Kosovës për të ngritur nivelin e zbatimit të masave. Kemi ndërmarrë këto masa para 2 javë, këto masa na kanë mundësuar që të parandalojmë rritjen eksponenciale, kemi me përcjell situatën dhe do të zhvillojmë masa të reja për ditë e festave për fundvit, në mënyrë që qytetarët të ndjehen sa më të qetë, sa më rehat në festat e fundvitit. Jemi dakurdu që ky gjysmëvjetor të përfundojë me datë 18 dhjetor. Është kërkesa e ministrit. Unë gjej rastin që të kërkoj t'i lusë shkollat, komunat që të përmbyllin plan programin e parapar për këtë gjysmëvjetor me datë 18 dhjetor. Shkollat pastaj do të hapen me 18 janar. Pra 1 muaj do të jetë pushimi dimëror, pastaj do të kemi kohë që gjatë pushimit pranveror ose në qershor të kompenzojmë ditët që po e shtym fillimin e vitit e gjysmëvjetorit të dytë. Para nesër është seancë dëgjimore. Edhe ne si qeveri do të paraqesim opinionin tonë lidhur me atë çështje. Unë nuk e kam hallin arzohet nesër qeveria, arzohet pas nesër qeveria. Unë e kam hallin si t'i dalim zot kësaj situate në menaxhimin e pandemisë, si ta miratojmë sa më shpejt ligjin për riformën ekonomike, si ta miratojmë më shpejt ligjin për buxhetin e vitit 2021 dhe si të jemi serioz në menaxhimin e punës tonë të përditshme. Unë besoj që kemi bërë një kthesë të madhe në tregimin një pikture tjetër se si menaxhohen institucionet e vendit, me kulturë institucionale, me seriositet, me ekip kompetente. Ka ndodhur zgjedhjet lokale në Podujevë të dielën, është një rezultat të cilin të gjithë e kemi pranuar, sepse kanë folë qytetarët e komunës së Podujevës dhe gjithë do të sillemi në përputhje me atë vendim të sovranit të qytetarëve. Interpretimet nga më të ndryshme, ju si media, si analist mund të keni, po ne jemi duke bërë punën tonë si qeveri. Unë jam sot përpara juve për t'i garantuar qytetarët që jemi duke dalë zot situatës plotësisht menaxhimin me korrekt.